Mirë, jemi me të pamje të drejtë për drejta, për Zhana Nano në pamjen e mëparshme, bashkëshortja e Fatos Nanos, e cila ka qenë pranë ti deri në momentin kur Fatos Nano mbylli sytë në një prej spitaleve private në Kryeqytet. Janë të shumë në fakt qytetarët të cilët duan të japin lëmë të mirën e fundit Fatos Nanos, i cili duhet të thënë që mbetet një prej figurave më emblematike të politikës shqiptare. Sidomos pas rrëzimit të regjimit komunist. Ajo që isha duke thënë edhe pak më herët se Fatos Nano ka lindur në 16 shtator në 1952 në Tiranë. E ka ndjekur gjimnazin Sami Frashëri dhe në vitin 1975 u diplomua për ekonomi politike në Universitetin e Tiranës. Pas përfundimit të studimeve të larta, i më pas kaloi një sër eksperiencash profesionale, ndërsa ishte edhe përfaqësues i ish partisë së punës për të bërë shumë shpejt udhëheqësi një force politike të cilën e transformoi rrënjësisht duke i hequr nga shpina kryqin e rënd të trashëgimisë komuniste.